Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Seanca e fundit plenare për këtë sesion u shoqërua nga kaosi, përplasjet fizike dhe flakadanët. Ligjvënësi demokrat pa nisur ende punimet kishin zaptuar karriket e kabinetit qeveritar për të protestuar për 3 çështje: betimin e Endrish Shabanit si avokat i popullit, dosjen e Akshit dhe çështjen e Belinda Ballukut. Kaos, përplasje fizike dhe flakadan dominuan seancën e fundit plenare të këtij sesioni, teksa ligjvënësit demokrat kishin zaptuar karriket e kabinetit qeveritar për të shprehur pakënaqësinë e tyre për 3 çështje: betimin e Endrish Shabanit si avokat i popullit, dosjen e Akshit dhe çështjen e Belinda Ballukut. Deputetët zënë vëndë ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregullorja. Sot në rend dite kemi Sali Berisha u kujdes që gjithçka të transmetoj live, duke dhënë direktiva për aksionin brenda kuvendit. Si Berisha, ashtu dhe Bardhi, identifikuan disa ministra të qeverisë dhe deputetë të majorancës për t'i vënë në shënjestër. Tu filmoj pak. Pas Belindës e ke rradhen. Pas Belindës. Larg dur nga deputet kriminal. Larg duart nga deputetët. Kemi ardhur të arrestojmë Ergiz Agasi, se ti se arreston do të s'ke guxim. Kemi ardhur të arrestojmë Ergiz Agasi, se ti nuk e arreston do. Se nuk ke guxim, se t'ka marrë peng. Ergiz Agasi t'ka marrë peng. Ty, Edi Ramën dhe qeverin tënde. Nuk e arreston do. Pavarësisht thirrjeve të kryeparlamentarit Niko Peleshi, situata degradoi më tej, ku deputetët e opozitës hollën ujë dhe shishe në drejtim të tij. Pika e 6, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa. Dëgjohet. Okej. Hajde, mbajt hapur. Në ligjin numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar. Një incident ndodhi dhe jashtë parlamentit, ku fibrat e transmetimit të sinjalit televiziv u përfshin nga flakët për arsye ende të paqarta. Pika e 3, projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riyadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati. Mes kaosit dhe përplasjeve fizike, punimet vijuan me rendin e ditës, duke thirrur Endrish Shabanin të betohej si avokat i popullit. Dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë, zoti Shabani. Betohen. Suksese dhe punë të mbarë. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Edhe ndërprerja e seancës për disa minuta nuk arriti të rikthente qetësinë në sallë, ndërsa zgjidhjen e dha Tauland Balla. Mbi luftën kundër krimit, duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën. Ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim. Faleminderit. Vendimi i majorancës rriti edhe më tej revoltën e demokratëve, 2 prej të cilëve, Flamur Noka dhe Klevis Badhiu, u përjashtuan nga seanca. Zoti Balliu largohuni nga ndenjëset e ministrave dhe uluni. Zoti Balliu jap masën e dytë vërejtje. Zoti Balliu jap masën e tretë heqje drejt fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Po deputati 22 nëntor 2024. Zoti Noka përjashtoheni nga seanca për sot. Jashtë kuvendit, Sali Berisha shigjetoi kryeministrin Edi Rama. Se një pazar i pisht është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij, midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën.
Aksioni i opozitës në kuvend për ta u lënë badhën është një përsëritje e ngjarjeve të ngjashme të 8 viteve më parë. Po kujtoja sot plot 8 vite më parë në të njëjtën datë 18 dhjetor 2017 e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë, atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Marta Marku, sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bën debatimin avokati i popullit Endri Shabani. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frym, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protestë. Kaosin që shoqëroi për afro 60 minuta në kuvend, kryeparlamentari Niko Peleshi e dënoi përmes një statusi në rrjetet sociale. Pas tensioneve dhe përdorimit të flakadanëve në seancën plenare, Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e 29 deputetëve demokrat nga punimet e kuvendit. Kërkesa është dorëzuar sekretarit të etikës dhe pritet të merret një vendim mbi masat disiplinore. Partia Socialiste ka dorëzuar kërkesën për përjashtimin e 29 deputetëve demokrat nga aktiviteti parlamentar pas seancës plenare ku u regjistruan përplasje fizike dhe përdorimi i mjeteve piroteknike. Kërkesa është firmosur nga 34 ligjvënës të majt dhe është dërguar sekretarit të etikës, i cili pritet të vendosë për masa disiplinore. Konkretisht kërkohet përjashtim për 60 ditë për deputetët Belind Klliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Ledion Agolli dhe Denis Sevata me argumentin se kanë futur dhe përdorur lëndë ose mjete piroteknike brenda sallës së seancës plenare. E njëjta masë kërkohet edhe për deputetët Kleviz Balliu dhe Flamur Noka, të cilëve kryeparlamentari Niko Peleshi i kishte njoftuar për përjashtimin. Në shkresën e drejtuar, sekretariati i etikës theksohet se Noka dhe Balliu kanë dëmtuar pajisjet e kuvendit dhe kanë hequr funksionalitetin e tyre. Këta deputet, së bashku me të tjerë të pa identifikuar, kanë goditur punonjësit e Gardës së Republikës dhe i takon prokurorisë të vendosë nëse janë goditje për shkak të detyrës për fillimin e ndjekjes penale ndaj 2 personave të dyshuar, theksohet në kërkesën e deputetëve socialist. Për deputetin Elda Hoti, Partia Socialiste kërkoi përjashtimin 30 ditë nga aktiviteti i kuvendit, pasi ka dëmtuar pajisje parlamentare, duke shkullur mikrofonat dhe goditur punonjësit e Gardës. Gjithashtu Gazmet Bardhi dhe Sali Berisha propozohen të përjashtohen për 30 ditë, me arsyetimin se kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës dhe kanë shkelur kodin e sjelljes me gjuhën e përdorur. Për 10 ditë përjashtim propozohen deputetët Xhafer, Xhelal Mziu, Bledion Albati, Luciano Bocci dhe Sajmir Korreshi, Edi Paloka, Ina Zhupa, Klodian Çapja, Oerd Bylykbashi, Eno Bozdo, Tomora Lizotti, Ivi Kasso, Genc Strazimiri, Luan Baçi, Bledi Himçi, Greta Bardeli, Manjola Luku, Flamur Hoxha dhe Kliti Hoti, të cilët kanë penguar zhvillimin normal të seancës parlamentare. Gjykata e posaçme e apelit ka konfirmuar ndalimin e daljes jashtë shtetit për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, ndërsa shqyrtimi i pezullimit nga detyra mbetet në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese. SPA ka kërkuar autorizim nga kuvendi për të ndërmarrë veprime ndaj ministres. Gjykata e posaçme apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë së ndalimit të daljes jashtë vendit për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku. Megjithatë, apeli nuk ka shqyrtuar ende masën e sigurisë për pezullimin nga detyrat caktuar në shkallën e parë, duke pritur që gjykata kushtetuese të japë vendimin lidhur me ankimimin e kryeministrit Rama në 22 janar. Balluku kishte kërkuar nga apeli i posaçëm zhbërjen e të gjitha masave të sigurisë ndaj saj, duke përfshirë pezullimin nga detyrat dhe ndalimin për dalje jashtë vendit. Avokatët e saj argumentuan se për pezullimin është gjykata kushtetuese. Prokurorët Dritan Prençi dhe Dorina Beko paraqitën prova të reja që sipas tyre rëndojnë pozitën penale të ministres. Dy të pandehur të tjerë, Erald Elezi dhe Gentia Ngjyli, kërkuan zëvendësimin e masës arrest në shtëpi me një masë më të lehtë, duke argumentuar se kjo i pengon ushtrimin e funksioneve të tyre, por apeli nuk i ndryshoi masat për to. Seanca u zhvillua ndërkohë që SPA ka kërkuar autorizim nga kuvendi për arrestimin e Ballukut. Kjo kërkesë erdhi pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila riktheu Ballukun në detyrë deri në shqyrtim të ankimimit të kryeministrit Rama në lidhje me konfliktin e kompetencave mes GKK-s dhe Këshillit Ministrave. Në kërkesën drejtuar parlamentit, SPA ka bërë të ditur se Balluku, edhe pas njohjes me akuzën, ka ushtruar presion ndaj një prej personave të përfshirë në çështje, i cili është vartës i saj.
Kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi në mbyllje të samitit BE Ballkani Perëndimor se Shqipëria është e mirëpritur dhe respektuar maksimalisht në Bashkimin Evropian. Ai tha se ka marrë garanci nga Brukseli për mbylljen e procesit të negociatave të antarësimit brenda vitit 2027. Rama vlerësoi gjithashtu rolin e presidentit Kosovës për zhbllokimin e fondeve të BE-s për Prishtinën. Shqipëria është sot një vend i mirëpritur dhe i respektuar maksimalisht në Bashkimin Evropian. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në përfundim të samitit BE Ballkani Perëndimor, ku theksoi se nga Brukseli ka marrë sinjale të qarta dhe garanci politike për përmbylljen e procesit të negociatave të antarësimit brenda vitit 2027. Dhe i kam garantuar se ne do të vazhdojmë reformat modernizuese, do të vazhdojmë përpjekjet në luftën kundër atyre problemeve që këta kanë shumë dëshirë dhe zakon t'i përmbledhin tek lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, por nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq, është shumë më komplekse se kaq. Në këtë samit, Rama vlerësoi dhe rolin e presidentit Kosovës, Vjosa Osmani, lidhur me heqjen e sanksioneve europiane ndaj Kosovës. Presidentja e Kosovës ka shkëlqyer dhe me fjalë bindse, por edhe si rezultat i një pune këmbgulse dhe një koordinimi të mirë që kemi bërë në javët e fundit, pa dashur këtu të marrë asnjë merit, ja ka dalë që të zhbllokoj më në fund të gjitha ato fondet bllokuara prej disa kohësh nga ana e Bashkimit Evropian. Pas përfundimit të samitit në Bruksel, kryeministri Rama udhtoi drejt Hagës. Ai sqaroi se vizita e tij nuk kishte si qëllim vetëm takimin me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, por edhe një apel të hapur ndaj drejtësisë ndërkombëtare për lirimin e ish-krerëve të UÇK-s nga paraburgimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare dhe i daljes nga izolimi brutal i Hashim Thaçit dhe i 3 bashkëluftëtarëve të tij. Ai u bëri thirrje vendeve demokratike që sponsorizojnë këtë gjykatë reflektojnë mbi standardet e drejtësisë, duke theksuar se sipas tij procesi ka tejkaluar vijat e kuqe të një drejtësie demokratike. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka marrë masa për të avancuar aksionin e tyre në Kuvend, duke përgatitur kërkesën për seancë jashtëzakonshme dhe paralajmëruar protesta në sheshe. Aktivitetet e tyre lidhen me zgjedhjen e avokatit të popullit dhe çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike mblodhi firmat e nevojshme për të dërguar kërkesën për zgjedhjen e avokatit të popullit në gjykatën kushtetuese. Deputeti Gazmend Bardhi mori autorizimin e grupit për të paraqitur kërkesën përmes gjykatës. Ju e patë që ne nuk kemi më nga sot një avokat populli, kemi një karagjoz që vjen në seancë plenare edhe puth me duar e me këmbë deputetët duke provokuar opozitën e vendit dhe përfaqësuesit e gjysmës së shqiptarëve. Në të njëjtën kohë, demokratët mblodhën firma për të kërkuar një seancë e jashtëzakonshme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, vetëm 24 orë para mbledhjes së Këshillit për rregullorin mandatet dhe imunitetin. Dhe Niko Beleshi bën të kundërtën. Belinda Balluku ka marrë kopje të provave, sepse do të vijoj të intimidoj dëshmitarët, si dosja e prokurisë e ka provuar, ndërkohë që deputetët do shqyrtojnë rastin në Këshillin e mandateve, nuk lejohen të njihen me dokumentat. E di pse i kanë shpallur sekret, i ka shpallur Niko Beleshi dhe Edi Rama, sepse aty del qartë që edhe për tenderat për te tunelit Llogaras, se besoj tuneli Llogaras është qartësuar nga gjithë që porositësi, urdhruesi i asaj afere korruptive është personalisht Edi Rama. Burimet nga grupi parlamentar bëjnë me dije se demokratët kanë planifikuar që të hënën të zbresjen në sheshe duke paralajmëruar se të gjitha opsionet mbeten të hapura, që nga greva e deri tek protestat të tjera më radikale. Drejtoria e Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçan është paraqitur këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme për të njohur me masën e sigurisë të caktuar ndaj saj. SPAK e dyshon për përfshirje në manipulim tenderash dhe veprimtari të palishme në bashkëpunim. Në të njëjtën dosje nën hetim janë edhe zëvendësia e saj dhe zyrtar të tjerë.
Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informimit, Mirlinda Karçanaj, zëvendësja e saj dhe disa zyrtarë të tjerë të institucionit janë paraqitur paraditën e së hitës në ambientin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të njohur me masat e sigurisë të caktuar ndaj tyre. Karçanaj ka mbërritur në GKO në shoqërinë e policisë, pasi ndaj saj është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi vjen në kuadër të hetimeve të SPAK për një dosje të rëndë që lidhet me dyshime për manipulim të procedurave të tenderave publik në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. E shoqëruar nga avokati i saj mbrojtës, Karçanaj nuk ka dhënë asnjë deklaratë për mediat, pavarësisht interesit të lartë mbi akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Në të njëjtën mënyrë janë paraqitur në gjykatë edhe zëvendësja e saj, Hava Delibashi, si dhe zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, Erion Ismaili. Sipas SPAK, ndaj tyre është saktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa hetimet lidhen me mënyrën e dhënies së tenderave në AKSHI. Prokuroria e posaçme dyshon se zyrtarët kanë favorizuar subjekte të caktuara në shkelje të ligjit, duke dëmtuar konkurrencën dhe interesin publik. Përveç akuzave që lidhen me abuzimet me procedurat e prokurimit, SPAK bën me dije se personat nën hetim dyshohet se kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal në bashkëpunim me dy biznesmen. Hetimet vijojnë për të dokumentuar rolin e secilit të dyshuar dhe për të zbardhur të gjithë skemën e dyshuar të përfitimit palishëm. Ish-presidenti Ilir Meta ka dëshmuar për rreth 2 orë në SPAK në cilësinë e personit që ka dieni për ngjarjen e 21 janarit. Ai u transferua nga paraburgimi i 313-s drejt godinës së SPAK-ut përmes tunelit nëntokësor. Ndërkohë, apeli i posaçëm ka rrëzuar ankimimin e tij për shfuqizimin e vendimeve që lidhen me zbatimin dhe pezullimin e afateve të paraburgimit. Por rreth 2 orë, ish-presidenti Ilir Meta ka dëshmuar në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në cilësinë e personit që ka dieni për dosjen e 21 janarit. Meta u transferua nga paraburgimi i 313-s drejt godinës së SPAK përmes tunelit nëntokësor që lidh dy institucionet pa kontakt me mediat. Ish-presidenti, i cili ndodhet në burg që prej tetorit të vitit 2024 në ndyshime për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, mësohet se është vetë ofruar për të dhënë informacione që sipas tij janë të rëndësishme për hetimin e demonstratës së dhunshme të 21 janarit 2011, ku mbetën të vrarë 4 protestues dhe u plagosën 6 të tjerë. Burimet pranë hetimit bën me dije se gjatë dëshmisë përpara prokurorit Alfred Shehu, Meta ka deklaruar se shërbimet inteligjente amerikane dhe strukturat të tjera ndërkombëtare ishin në dieni të një skenari të dhunshëm që sipas tij ishte organizuar për të prodhuar viktima gjatë protestës. Lidhur me provat që pretendon se disponon, ish-presidenti ka orientuar organin hetues drejt kryerjes së kontrolleve dhe sekuestrimit të materialeve që ndodhen pranë institucioneve caktuara shtetërore dhe që konsiderohen të klasifikuara. Paralelisht me dëshminë e SPAK, apeli i posaçëm ka rrëzuar mëngjesin e kësaj të njëjte ankimimin e Ilir Metës, i cili kërkonte shfuqizimin e 2 vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për pezullimin e afateve të paraburgimit. Me këtë vendim, apeli la në fuqi qëndrimin e GKK-s duke mbajtur të pandryshuar masën e sigurisë ndaj ish-presidentit. Gjykata e Durrësit ka liruar nga qelia ish efektivin e Reneas, Arbër Papleka, i dënuar për vrasjen e Pjerin Xhuvanit në Elbasan pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Gjykata i ka njohur kryerjen e plotë të dënimit pas vendimit përfundimtar të apelit. Në të njëjtën çështje, apeli ka shpallur të pafajshëm disa efektiv dhe ish drejtues të policisë së Elbasanit. Gjykata e Durrësit ka vendosur lirimin nga burgu të ish efektivit të Reneas, Arbër Paplekaj, i cili ishte dënuar për vrasjen e Pjerin Xhuvanit. Ngjarja ndodhur në 21 prill 2021 në qytetin e Elbasanit, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare. Vendimi i gjykatës së Durrësit u mor pasi Paplekaj u njoh kryerja e dënimit të mbetur pas vendimit përfundimtar të dhënë nga apeli në jurisdiksion të përgjithshëm në Tiranë. Fillimisht Paplekaj ishte dënuar nga gjykata e shkallës së parë në Elbasan me 22 vite burg për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese. Pas kërkesës së tij për rihapjen e procesit, u rigjykua dhe apeli ndryshoi ndjeshëm vendimin, duke e dënuar përfundimisht me 7 vite heqje lirie. Në vendimin e tij, apeli ndryshoi gjithashtu edhe kualifikimin juridik të veprës penale, duke e cilësuar veprimin e Paplekajt si vrasje në kushte të tronditjes psikike dhe jo me vrasje në rrethana cilësuese, çka solli uljen me 15 vite të dënimit fillestar. Në të njëjtën vendim, gjykata e apelit ka shpallur të pafajshëm edhe 6 efektiv të forcave shqiponja, Dedion Duraku, Pollum Biçak,
Isaku, Erion Balla, Erion Meçja, Donald Detja dhe Besmir Kadiu. Më herët gjykata e Elbasanit i kishte dënuar ato me 16 muaj shërbim prove. Po ashtu apeli ka dhënë pafajësi edhe për ish zëvendësdrejtorët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaj Shpalla, të cilët ishin dënuar në shkallë të parë me nga 1 vit shërbim prove për secilin. Ngjarja e rëndë 21 prillit 2021 ndodhi pas një përplasje me armëzjarri në Elbasan, ku mbeti i vrarë Pierim Çuvani dhe u plagosën disa persona, mes tyre Emilian Prenga, Paulin Vuksani, dhëndri viktimës Edion Budani, si dhe efektivja e policisë Gjensila Sota. Arbër Papleka ishte pjesë e asaj që Partia Demokratike e cilësoi në atë kohë si strukturë mbrojtjes së votës. Pas ngjarjes, ai pranoi autorsinë e krimit dhe u vedorzua në repartin e forcave speciale Renea në Tiranë, duke deklaruar se kishte qelluar në kushtet e vetmbrojtjes. Policia ka zbardhur detaje nga plagosja me armë zjarri një 51 vjeçari në Mamuras mbrëmjen e së mërkurës. Për ngjarjen janë shpadur në kërkim 2 të rinj 18 vjeçar, të dyshuar si autor të sulmit. I plagosur i ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e autorëve. Policia ka hedhur dritë mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Mamuras, ku një 51 vjeçar mbeti i plagosur me armë zjarri në dorë. I plagosur i shtetasim iniciale MM ndodhet aktualisht në kujdesin e mjekëve, sipas bluzave të bardha është jashtë rrezikut për jetën. Pas hetimeve të kryera nga shërbimet e Komisariatit Policisë Kurbin, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, janë identifikuar dhe shpadhur në kërkim 2 shtetas, Roeni Noka dhe Oligert Ndreca, të dy 18 vjeç. Sipas policisë, ata dyshohet se e kanë plagosur 51 vjeçarin me armë zjarri për motive të dobta dhe janë larguar menjëherë nga vendngjarja. Burimet hetimore bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në rrugën prambanesës së të plagosurit, i cili kishte pak kohë që ishte kthyer nga Anglia. Konflikti dyshohet se ka nisur pas një debati verbal, pasi 51 vjeçari ka kërkuar njërit prej autorëve të dyshuar të lëvizte me kujdes me automjet në zonën pranë shtëpisë së tij. Pas këtij momenti, njëri prej të rive dyshohet se ka nxjerrë armën e zjarrit dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të 51 vjeçarit, ku një prej plumbave ka goditur në dorë. Pas së shtunave, autorët janë larguar me automjetin nga vendi i ngjarjes. Automjeti i përdorur për t'u larguar është gjetur më vonë në banesën e njërit prej të dyshuarve dhe është sekuestruar nga policia në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, forcat e rendit vijojnë kontrollit dhe veprimet hetimore për kapjen e 2 të rinjve dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Ecime të tjera informacione, Bashkimi Evropian ka konfirmuar heqjen e masave shtrënguese ndaj Kosovës pas zhvillimit paqësor të zgjedhjeve lokale në veri të vendit. Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se Kosova do të përfitojë mbështetje të plotë financiare nga Bashkimi Evropian. Në total janë programuar 216 milion euro ndihmë, ndërsa 205 milion pritet të lëvrohen në fillim të vitit të ardhshëm. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka konfirmuar gjatë samitit të Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor se masat shtrënguese ndaj Kosovës do të hiqen si pasojë e zhvillimit paqësor të procesit zgjedhor dhe transferimit të qetë të pushtetit lokal në komunat veriore të vendit. Përmes një reagimi në platformën X, von der Leyen e cilësoi këtë zhvillim si një lajm të mirë për Kosovën, duke theksuar se zgjedhjet e fundit lokale në veri dhe kalimi paqësor i administrimit kanë krijuar kushte për rikthimin e mbështetjes së plotë evropiane. Ajo bëri me dije se Bashkimi Evropian ka programuar 216 milion euro ndihmë financiare për Kosovën, nga të cilat 205 milion euro pritet të disbursohen në fillim të vitit të ardhshëm. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur nga BE-ja në vitin 2023 pas tensioneve të rënda të regjistruara në komunat veriore me shumicë serbe dhe ishin cilësuar që në fillim si të përkohshme. Heqja e tyre ishte kushtëzuar me shtensionimin e situatës së sigurisë dhe rikthimin e proceseve demokratike në atë zonë. Autoritetet në Prishtinë kanë insistuar vazhdimisht se të gjitha kushtet e vendosura Bashkimi Evropian janë përmbushur, duke përfshirë uljen e pranisë policore pranë objekteve komunale, pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet e këtij viti dhe realizimin e një tranzicioni paqësor të pushtetit lokal. Vendimi vjen megjithatë pas raportimit të fundit në disa shtete anëtare të BE-s, përfshirë Francën dhe Italinë, të mbështetura nga Spanja, Hungaria dhe Slovakia, kishin shprehur rezerva për heqjen e menjëhershme të masave. Pavarësisht këtyre qëndrimeve, Komisioni Evropian ka konfirmuar tashmë zyrtarisht rikthimin e mbështetjes financiare për Kosovën. Të nderuar teleshikues, do të vijoj me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe intervale të shkurtra me diell në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga mot i vrenjtur në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja pritet të sjellë kthjellime të përkohshme dhe vranësira të pakta kryesisht në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mot pjesërisht të kthjellët dhe vranësira të her pas hershme. Paraditja do të jetë me vranësira kalimtare, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell, sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj, 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale, mund të na ndiqni gjithashtu dhe në faqen tonë zyrtare drita.tv. Bashkë do të ndajemi këtu për të takuar në edicionin e ardhshëm. Mirë takofshim.